Policia e New Yorkut, NYPD, dëron oficerën e policisë shqiptare amerikane për heroizëm. Departamenti i policisë së qytetit New Yorkut i ka dhënë oficerës Vlora Gjeka kryqin e luftës të policisë, nderimi i dytë më i lartë për trimëri në krye të detyrës, duke njohur heroizmin e saj të jashtëzakonshëm gjatë një incidenti jashtë detyrës që i rrezikoi jetën. Oficeria Gjeka, një shqiptare amerikane krenare me rrënjë nga Gjakova, tregoi kucin të jashtëzakonshëm ndërsa ndëhyri në një konfortim të armatosur së bashku me oficerin Michael Salin. Përgjigjja tyre shpejt ndihmoi në neutralizimin e një kërcënimi vdekjeprurës, mbrojti kalimtarët e pafajshëm dhe mishëroi vlerat thelbësore zbatimit të ligjit, guximin, integritetin dhe detyrën. Oficeri Salin me përjardhje italo-kalabreze shpreu gjithashtu krenari për trashëgiminë e tij shqiptare duke nënvizuar lidhjet e forta kulturore që bashkojnë komunitetet të ndryshme në shërbim dhe sakrificë. Shoqata amerikane e zbatimit të ligjit AALEA duhet troket këtë njohje të merituar dhe i bën thirrje komunitetit shqiptar amerikan dhe gjithë mbështetësët të zbatimit të ligjit të qëndrojnë krenar dhe të festojnë këtë arritje heroike.